Banka e Shqipërisë deklaroi me krenari rënjen e kredive me probleme nga rreth 25% në vitin 2014 në 3.8% në fund të vitit 2025, duke e cilësuar këtë si dëshmi të forcimit të sistemit bankar dhe mbikëqyrjes financiare. Në aspektin teknik, shifrat tregojnë një sistem me likuiditet të lartë dhe stabilitet të dukshëm. Megjithatë, pas këtij përmirësimi statistikor, fshihet një realitet më i errët. Ulja e kredive me probleme u arrit kryesisht përmes nxjerrjes së tyre jashtë bilanceve dhe shitjes masive të portofolëve tek kompani mbledhje borxhesh. Ky pastrim për bankat u kthye në barë të rëndë për mijëra familje, të cilat u përballën me presion, kërcënime, sekuestrime dhe rritje të pajustifikuara të detyrimeve. Shumë kompani mikrokredie dhe përmbarimore u akuzuan për praktika abuzive, duke përfshirë manipulime procedurash dhe përvetësim pronash përmes ankandeve të dyshimta. Për vite me radhë, skema funksionoi pa ndërhyrje efektive nga autoritetet. Vetëm pas shpërthimit publik të skandaleve, nisën hetimet dhe kallëzimet penale, por dëmet ekonomike dhe psikologjike për shumë qytetarë ishin tashmë të pakthyeshme. Raste tragjike individuale u bën simboli kostos njerëzore të këtij procesi. Ndërsa statistikat sot flasin për sukses dhe stabilitet, mbetet pyetja mbi çmimin social të këtij rezultati dhe mungesën e përgjegjësisë së plot institucionale për pasojat që ai solli.